ka edhe suplemente bimore, ka edhe elemente të tjerë, të cilët janë totalisht 100%. Suplementi më i mirë bimor, cili? Po është ekinaçja, që është një element i jashtëzakonshëm që ndihmon dhe në pjesën e gjumit, ndihmon dhe në pjesën e sistemit imunitar. Kamomili, që e kemi të gjithë në shtëpia. Domethënë janë element, kamomil me rigon, për shembull, çara bimor, dafina në darkë ka disa elemente që mund të ndihmojnë. Tizanat e ndryshme me selino, me efinok, do me thënë janë... Ti marim në formën e çajit? Pa tjetër që po, këto nuk duhen marë... Po, eksakte, nuk duhen marë në orën 11 edhe këto brenda këtij orari që konsumuam dhe tham për punën e vaktit. Në orën 19:30 duhet ta kemi mbyllur edhe me... Në 19:30 duhet mbyllur ushqimi. Nga 19:30 derisa të na vi momenti i gjumit nuk ka asgjë të keqe të pim ndonjë çaj. Okej, është e pranueshme. Patjetër të ham ndonjë frut, pra elemente që nuk modifikojnë vlerat e insulinës. Thash, pastaj pjesa e ushqimit është emision më vetes, është shumë i gjatë. Është i gjatë dhe delikat, dhe është i vështirë ndonjëherë të shpjegohet se sa ndikon në atë që është jeta jonë dhe përditshmëria jonë, qoftë e energjisë, po edhe në nivel mendor.